Ndryshon praktika gjyqësore për masën e sigurisë arrest me burg. Kolegjit e bashkuara të gjykatës së lartë miratuan unanimisht ndryshimin e pjesëshëm të vendimit unifikues të vitit 2011. Gjykata do duhet të arsyetojnë pse masat e tjera më të buta veç arrestet me burg janë të papërshtatshme. Gjykata ka detyrimin të shqyrtojë realisht masat e tjera më pak kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetojë shprehimisht përse ato nuk janë të mjaftueshme në rasti konkret. Ky arsyetim duhet të jetë i shprehur, i individualizuar dhe i mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes. Caktimi i masës arrest të burg ka natyrë përjashtimore. Prokurori fillimisht dhe gjykatat në vijim kanë detyrimin të japin një arsyetim të individualizuar, të mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes. Barra e justifikimit të nevojës për caktimin dhe vijimin e masës sigurimit arrest të burg i takon prokurorisë, ndërsa gjykata ka detyrimin ta verifikojë dhe ta arsyetojë atë në çdo fazë të procedimit. Kolegjet e bashkuara rrëzuan po ashtu rekursin e prokurorisë së apelit për shtetasin Bektar Zeneli, ku kërkoi kthimin në burg i të moshuarit dhe prishja e vendimit që e la në arrest shtëpie. Vendimi nuk ka fuqi pravaveprues dhe do të jetë i detyrueshëm për zbatim nga organet gjyqësore që nga momenti i publikimit në fletoren zyrtare. Joana, po e nis me ty, çfarë ndryshon me pak fjalë me këtë vendim gjykata e lartë? Do ketë më pak arreste me burg tani? Teorikisht po, praktikisht ta shohim. Pse? Teorikisht po, praktikisht ta shohim. Sepse ne nuk kemi pasur problem ligji dhe nuk kemi pasur problem as të atij që ishte vendim unifikues i Kolegjit të Bashkuara, që është vendimi 2011. Ai që do rishikohet tani. Ai që u zhvillua. Pra, zhvillimi do të thotë që ti nuk e ndryshon, po i shton element shtesë. Pra bën sqarime të atij vendimi që ka qenë. Ne kemi ligjin shumë të qartë. Kodi i procedurës penale e thotë shprehimisht, masa e sigurimit arrest në burg është masa e fundit, kur asnjë masë tjetër nuk është e përshtatshme. Po tani i kalon barra më shumë prokurorisë, pra që ta arsyetoj. Kështu ka qenë gjithmonë. Ne kemi pasur një problem me praktikën, pra mënyrat se si gjykatat kanë zbatuar masat e sigurimit. Shpesh dhe në rastin më të madh për të kënaqur opinionin publik, në konceptin dhe në kërkesën që ti shohin njerëzit para drejtësisë, pra pa hekurave. Efektive drejtësinë nëse personi vendoset në masë sigurimi arrest në burg, për fat keq, statistikat tona tregojnë që kemi një numër të paraburgosuris që nuk e ka asnjë vend tjetër. Pra mund të themi që është përdorur me tepri kjo masa arrest me burg. Absolutisht po. Ky është fakt, është konstatuar. Është i përdorur me tepri në momentin që vendoset dhe është e përdorur me tepri dhe në vazhdimin e saj, sepse koncepti i ligjit është që ti mund të kesh nevojë për të vendosur dikë, pra ti heqësh lirinë dikujt në momentin e parë, se mund të kesh nevojë për të marrë prova, mund të ketë një rrezik ikje se tre janë rrethanat kryesore, apo ka një rrezikshmëri të kryej një vepër tjetër penale, por me kalimin ne kemi çdo 2 muaj, thot ligji, ti duhet bësh verifikimin, a ekziston më kjo rrethana? Prandaj shkojnë ne, e kemi më të qartë këtë për shkak zyrtarëve të lartë, shkon Meta vazhdimisht që bën rekurs për vendimin, Veliaj, Beqaj e tjerë. Po si këtë e bëjnë gjithë qytetarët. Mirë, dakor, ne kemi për shkak të publicitetit që kanë. Dhe prokuroria çdo 2 muaj do duhet i mbush mendjen gjykatës që pse vazhdon akoma të ekzistojë ky nevoja për të pasur arrest në burg. Vendimi i Kolegjit të Bashkuara, mirë thash, është për të përshëndetur për faktin sepse bëri më të qartë për gjykatat atë që në fakt e kanë ligj dhe duhet ta zbatonin siç ligji e ka. Dhe gjykata e lartë është më tha që gjykata nuk mund të mjaftohet me një fjalë të përgjithshme që të thotë që arresti në burg është masa më e përshtatshme, po do duhet të thotë që pse asnjë masë tjetër nuk është e përshtatshme dhe këtë do duhet ta arsyetoj. Pra thotë që pra i takon barra prokurorisë më shumë këtu. Barra prokurorisë do ta takuar gjithmonë, po gjykata do duhet të argumentojë atë që do vendosë. Pra nëse do thotë që dikush do jetë arrest në burg, do duhet të arsyetoj ndërkohë dhe pse gjithë masat e tjera nuk përshtaten, pra arresti në shtëpi, detyrim për të paraqitur, garancia pasurore e tjerë. Dhe vetëm nëse thotë këtë, pastaj mund të thotë që personi vendoset në arrest në burg. Tani nga kjo, deri ke mënyra se si gjykatat do ta zbatojnë këtë në praktik, ngelet për tu parë. Po mirë, a duhet mbajnë shpresë të arrestuarit e sotëm nga ky vendim? Pra flas, po marrë dhe unë këto emrat big që kemi, emrat VIP që ndodhen në burg, Veliaj, Meta, Beqa e tjerë. Mund të mbajnë shpresë te ky vendim? Ka një efekt prapaveprues ose nëse jo prapaveprues edhe tani nga ky moment e tutje? Tashti për efekt të masave të sigurimit të cilat tashmë janë të vendosura. Jo thot Faiku se tund kokën, po ja ta kuptojmë pak të konfirmuara.
ky vendim nuk është, pra, unë mendoj që ndryshe nga ajo që është diskutuar shumë, që ky vendimi është bërë për personat caktuar, nuk e shoh kështu. Ti se shef kështu? Sepse nuk e shoh kështu, e para sepse masa të personave të caktuara kanë qenë të verifikuara, të ankimuara, kanë ndjekur rrugën e tyre dhe ka pasur qëndrim përfshirë të kolegjit penal, apo dhe gjykatës kushtetuese ku ka qenë rasti. Dhe së dyti, sepse fakti, si që thash, jo morë ky vendim unifikues, nuk është se do të thotë që gjykatat do kenë, thresht do shkojnë ca fjali më shumë, dhe nëse dikë do kenë qëllimin për të mbajtur në mas të sigurimit arrest në burg, do e mbajnë posërisht, pra nuk është se kjo do sjelli në gjë të jashtëzakonshme. Ndërsa në tërësi, unë mendoj që të gjithë personave që janë mas sigurimi arrest në burg, përfshirë edhe subjekte që mund të janë ish presidenti, kryetari i bashkisë e tjerë, patjetër që kanë të drejtën që të kërkojnë në gjykat, nëse mendojnë që ju aplikohen kriteret. Pra ajo, zvendësimin e masës sigurimit e kërkon sa herë që mendojnë që kanë ndryshuar një rrethan. Ata e kanë kërkuar në vazhdimsi gjatë kësaj kohe. Po dhe mund të ta kërkojnë. Mirë, po, a mund të ketë kërkesa masive për rishikim masash pas këtij vendimi? Do ketë, ka pasur gjithmonë kërkesa për rishikim masash. Nuk është se ka... Jo, them pas këtij vendimi, a mund të ketë më shumë? Do ketë kërkesa prapë. Ngelet se çfarë do vendosin gjykatat, kjo ngelet për të parë. Pra do ketë një reflektim, veçanërisht së gjykatës së posaçme, sa i përket masave të sigurimit, apo do të vijojnë me atë që kanë mbajtur si praktik. Okej, Faik? Jo, po tundja kokën sepse gjyqtarja e shpjegoi fare mirë. Ky është vendim unifikues, nuk është ndryshim ligji. Po. Një. Ligji është ai i cili unifikues në kuptimin që çdo gjykatë, çdo rreti ta lexojë në të njëjtën mënyrë ligjin, jo njëri ndryshe dhe tjetra gjykatë ndryshe. Ky mund të bëj sens ose mund të ndikojë tek arrestimi te vendimi i parë i gjykatës shkallës parë, por vendimet e tjera nuk mundet sepse ke shkuar një herë, ke dërguar fakte që kanë ndryshim rrethanash etj. Pra këto i kanë kaluar disa herë këto faza dhe gjykatat janë detyruar të sqarojnë disa herë rresht pse nuk mund t'japin vendim zëvendësues, por është ky me arrest me burg. Pra ato që kanë vendosur sot, këto e kanë kaluar dhe gjykata e ka bërë tashmë. Pra gjithmonë, sepse gjithmonë këto kanë vajtur, kanë thënë ne lëm garanci pasurore, ne kanë ndryshuar faktin, ne nuk arratisin sepse kemi 1, 2, 3 prova. Pra e kanë marrë kohën e vet dhe kjo është ka kaluar për këto që janë. Ndoshta për arrestimet e më vonshme për qytetarë etj, gjykata do të bëjë këtë, pra do të krijojë atë mundësinë që edhe i pandeuri dhe prokuroria dhe qytetarët dhe të gjithë të kenë një shpjegim pse kemi arritur në masën fundore. Kurse unë mendoj që kjo nuk është zgjidhje. Dhe nuk ka përpas asnjë lloj lehtësie. Ne jemi ndër vendet e para, nuk e di se kur mund të redite që kemi më shumë para burgosur, që kemi 60% para burgosur. Në Evropë jemi të parët. Ne fusim, pra unë kam qenë drejtues i institucioni, kam patur në burg me 10 ditë burg. Po. Kam patur me 20, me 1 muaj. Po. Vendimi gjykate. Ndërsa shumë vende këto e kanë zgjidhur ndryshe. Nuk t'jep kush burg 2 vjet e poshtë, ke shumë herë më shumë. Pra, kur vepra penale mendohet që maksimumi i dënimit është 3 apo 4 vjet, edhe me reduktimin që fitojnë me ulje etj, shkon në 2 vjet vujtje dënimi, pjesa më e madhe e vendimet janë alternative. Deri 5 vjet e ka Italia, deri 5 vjet, nëse i pa dënuar më parë, nuk caktohet arrest në burg ndaj teje. Alternativë. Ka një logjik. Ka një logjik, pra ti kur dënohesh deri në 5 vjet do të thotë që ti s'ke tendencë jesh kriminal, ti s'ke tendencë të bësh vepra të rënda penale, ti ke rënë aty për një gjë që ti pa kujdesi, rrethanat e jetës etj. Pra, këtu për 3 ditë burg këtu fuzi negrat. A thuti se e të çliru vendin se e çove tjetrën 3 ditë në burg. Pra, ti si je shef të vendimin e gjykatës lartë, si vënje në vend e një padrejtësie që është bërë këtu tek ne duke u përdorur me tepër masa arrest me burg apo? Absolutisht. Do ta shohim se sa do të reflektojë në realitet. Se ti ke dyshime që në realitet mund të mos ketë ndonjë ndryshim kaq wow. Gjykatat kanë mënyrën e tyre se si gjykatat afërmënsh do zbatojnë gjë. Ashtu siç e kanë tani. Është çështje ligji, jo interpretimi, se gjykata, ligji është interpretuar shumë brenda kornizës ligjore. Dhe gjyqtarët e kanë patur mundësinë ta interpretojnë. Edhe është çështje vullneti. E dini pse ngarkuan, e di pse nuk ndryshoi ligji, nuk ndryshoi ligji. Nuk e di, pak ligje mund të ndryshuar, po që s'kan qenë më shumë rëndësi apo me ndikim. Kur filloi vettingu, çfarë ndryshoi ligji? Jo, ndryshoi sjellja e gjyqtarëve dhe prokurorëve që
për shkak të vettingut, me që duhesh me pas performancë të lartë kur shkosh përpara komisionit atje, atëherë çfarë bën? Dhan vendime burg gjithë. Burg gjithë, s'kishte asnjë lloj alternative tjetër. Jo, ju e mbajnë mend pra, kur ndryshoi ligjin, ndryshoi sjellja. Ligji ishte po i njëjti. Ta dëgjoj pak Joanën që të pyes edhe Anduin për shumë ndeshëm. patën fushatat e energjisë elektrike. Patën fushatat edhe Burg, të drejtimit pra, autonomie. kjo ishte retorika. Ata qytetarë që nxorën me masa sigurimit të tjera, kryefamiljare të tjerë, ulin stuan në televizor, nxorën me emër, me mbiemër, në listë. Ka pasur nëse mbani mend, ka pas një listë që policia i arreston, gjykata i nxjerr. Dhe sigurisht asnjë gjyqtar nuk do që ta hatë moda të përflitet nëpër televizion. Doni burg, është kultura krijuar kjo, ashtu siç e doni, do populli. Këtë duhet kuptoja, duhet shërnjosi këtë kulturë ky vendim dhe mbi të gjitha kush do përfitoja, do përfitojnë këto emrat VIP, shemsi. Dhe si e shefti? Po mirë, po të përfitojnë ata, çfarë problemi ka? Shiko, Erla, unë nuk ta lexoj pra të gjithën çfarë fshihet pas këtij vendimi. Nuk e shikoj në këtë këndvështrim. Drejtësia, prokuroria dhe gjykata vazhdimisht është intimiduar nga ekzekutivi. Në çfarë? Është intimiduar. Sepse ne me të vërtetë jemi republikë parlamentare, por ekzekutivi gjithmonë bën presion mbi organet e drejtësisë. Pra, nuk i kemi të ndara pushtetet, të ndara siç e parashikon Kushtetuta. Dhe kishte nga ata Shamsi Ndjes që të ndërpres, kishte nga ata sot që e lexonin këtë vendimin kështu që tani Rama, tani që po i shkon afër vetes Spaku, tani po përdor gjykatën e lartë që të heqi burgun. Këtu do të dalim, këtu do të dalim. Pra, e ka intimiduar, ekzekutivi e ka intimiduar edhe bullizuar madje, po të doni, se kemi rast edhe bullizimi të gjykatës së Shkodrës, edhe të një prokurorës Shkodrës, mos gabojmë edhe një gjykatësi në Dibër, që i ka bullizuar kryeministri i Shqipërisë. Unë ndërkohë, iniciativën, pavarësisht momentit se kur u mor iniciativa nga kryetari i gjykatës lartë, që e mori, ashtu si që thotë, e mori në momentin kur prangat po shkoshin në godinën e kryeministrisë. Por ka një problem, shumë thelbësor. Unë e shoh ndryshe, pavarësisht se kush e ka nxitur për ta bërë ky pionjeri i Enverit, i shallit pionjerit. Sukomsa Dushi, atë quan, kryetari i gjykatës lartë. Shalli pionjerit. Ju e kemi parë fotografinë, e kuptoj çfarë i referohesh ti, po. Ai mori përsipër i diktuar nga ekzekutivi, sepse që kriju një përshtypje Spaku pa dalë mbi gjykatat në perceptimin publik. Në perceptimin publik. Çfarë ka ndodhur dhe vlen për ta përshëndetur si iniciativë, për t'i kujtuar prokurorisë, Spakut dhe prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, që para se të shkoni te gjykata, për të kërkuar me do e mos këtë masën e sigurisë arrest në burg. Po duke i kopsitur. Keni një detyrim ligjore, barrën e provës për ta bindur gjykatën. Jo, e ka prokuroria. Tani ka kaluar gjykatën. Jo. Jo, prap prokuroria Prokuroria ka prap. E ke barrën e provës për ta bindur gjykatën katërcipërisht që është kjo dhe vetëm kjo masë. Për dalë tek opinioni publik, unë jam i bindur, e shpjegoj shumë mirë avokatja, që ky vendimi i gjykatës nuk ka fuqi i kolegjit gjyqtarëve. Prapaveprues. Nuk ka, prapaveprues për krijuar një tymnaj që gjithë burgosit dhe ato që janë në hetim gjyqësor, në procesin e hetimit gjyqësor, se ka nga ata që s'ka marrë hetimet në prokurori akoma. A e kupton? I kanë dosjet në qarkullim, hetim dhe hetim gjyqësor. Nuk besoj që do ketë një dyndje, sepse janë provuar dhe stërprovuar në gjitha nivelet që janë bindur. Por, duhet reflektuar në pikpamje të respektimit të periodicitetit, dhe që në çdo 2 muaj të paraqitesh te gjykatësi dhe ti thuash ta bindish që po, unë nuk e lejoj që të ndryshoj një masigurie se kam këto. Dhe shkojmë tek atje ku të dhëmbi ti, se më thekë... Jo, i dhëmbi deri në hetim, të kuptohet. Opinionit nga që më thekëm që ke dentisti, pas ka qenë popullit e dentisti, të garantoj që nuk ka një ilaç për atë problem, sepse në dijenin time, brenda jo më shumë se 30 ditëve,
Spaku do të shkojë tek GKK-ja me një kompletim hetimesh për disa çështje, për këto VIP-at, për të kërkuar një kualifikim tjetër, për një mas sigurie, për një vepër tjetër penale. Pra për shkuar të arresti me burg. Sepse, nëse nuk kam bërë korrupsion, nëse deri të kjo vepër, kam bërë korrupsion. Kryeministri i shpëtoi fjala në jug. Tha, do t'i gjeni ato 5 milion të eurove që kanë vjedh ato turqit e poshtër. Se kishte fjallën vetëm për 5 milionshin e turqve. Për këtë 15 milionshin e qeveris nuk dështi me përmend. Mi pra, po imunitet s'heq më të paktën mazhoranca. Kështu thuti. Jo, me sa u pa, me sa u kuptua nga votimi i fundit. Nuk ka kaluar akoma tërmeti. E presim. Tërmeti nuk ka kaluar sepse tërmeti, sa kam përpeqë, tërmeti e ka dhënë efektin tek frenimi i procesit të integrimit të raportit i barë, i cili unë kam vendosur si bast publik me zëvendës ministrin e drejtësisë në një studio tjetër televizive që më ka thënë që ç'o ndodh? Jo më shumë se 5 gishtat e dorës, pra 5 javë, ne do ta marrim raportin i barë. Kanë kaluar 3, janë edhe 2 javë, unë e parashikoj për më vonë. Dhe nëse do hidhet kjo karta tjetër, për ca, jo 5 milion, sa thot kryeministri, por 100 fishin, mendoj që nuk besoj që do ketë këllqe, kryeministri i Shqipërisë dhe 82 gardianët tjerë në parlament, që ta më imunitetin. Që të pengojnë heqjen e imunitetit, kur Spaku do të ketë provat forta. Mirë, po ky vendimi janë duena, sa mund ta frenoj punën e Spakut? Tani ne për të kërkuar arreste me burg e tjerë. Thelbi i këtij vendimi, arresti nuk është rregull. Në lash, por është përjashtim. Dhe ajo që ndryra unë tek Shemsi ishte fakti që gjykata duhet të provojnë, Shemsi, pse nuk mjafton një mas tjetër më e butë për një mas të kërkuar. Duhet të argumentojnë, po, të lexojnë. Këtë doja të thoja unë që... Po barën e ka prokuroria, gjykata do ta... Po flasem me një panel, ti ish polic, unë jam një gazetare që kam ndjekur që nga viti 2007, 2008, më falë, po 98 procese gjyqësore, dhe përpall kemi 2 avokatë që sot kanë interesat e tyre për klientët e tyre. Pra, se cili ka retorikën e vetë. Ftot po e justifikojnë. Zonja është drejtoreshe e dhomës avokatisë. Ekspert siguri, avokat, kështu që le të flasim tani nga këndvështrimet tona dhe nga pozicionet tona. Unë e shikoj që me këtë vendim nuk ka ndodhur asgjë ela. Thjesht ka ndryshuar logjika. Kaq, nëse do bëjmë presion psikologjik në këtë vend, e bëjmë kur të duash si të duash. E bëjmë me mediat, e bëjmë me vendime gjykate etj. Në atë panel gjyqtarësh, unë njoh gjyqtarë që kanë më shumë vite se ka jetë ky zotria, që vjen sa dushi, vendim unanimi ishte ama. Po pikërisht pra, dhe ata kanë më shumë eksperiencë dhe e dinë shumë mirë se kur pranohet një kërkesë për ndryshimin e masës së sigurimit, apo kur është justifikuar një masë sigurimi, qoftë ky baba që po bëhet, qoftë ky një ismur me 7 gjëra mbi kokë, apo qoftë një gruaj që ka 3 fëmijë dhe shtëpi me qera, po. Edhe me shtëpi me qera, apo duke u referuar edhe personazheve të tjerë të botës së politikës. Shtëpi me qera kanë dhe ata që kanë 10 vila. Unë nuk mendoj që do të ndryshoj qasje masat e sigurimit për personat e politikës të vënë sot në akuza apo në hetim. Sepse duhet të shikojmë dhe një gjë, të jemi realist. I gjithë ky proces është monitoruar nga Bashkimin Ndërkombëtar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë direktiva... Faleminderit, në linjën time dole. Po jam, ke linja jote jam unë. Absolutisht se ti je policë dhe afër meja. Por çështja është që ka shumë procese, në qoftë se ne kemi parë deri sot ish zyrtar apo zyrtar në akuzë me 12 apo me 13 vepra penale, ne do shohim zyrtar dhe politikan që do jenë 13 e si për vepra penale. Dhe sigurisht që këto do kërkojnë masa sigurimi. Mbasa do t'i kemi në arrest shtëpie, unë nuk po them që jam pro arrestimeve, se sigurisht duhet parë edhe kushtet në cilat këta njerëz për cilën arsye duhet shkojnë në burg dhe për cilën arsye mund të qëndrojnë edhe në arrest shtëpiak, apo në kushtet të tjera jo normale për një individ që mund të gëzojë lirinë e veprimit dhe lirinë e daljes. Nëse për këta zyrtar
është kërkuar me insistim që të shkohet deri tek arresti për shkak të abuzimeve që bëjnë mbi dëshmitarët, mbi tjetërsimin e provave, mbi kërkesat që bëjnë në për institucione për të ndryshuar dokumentacion, apo në qasjen që kanë për të larguar nga vendi, patjetër që është gjykata pastaj ajo që do iqit çekiçen dhe do të thotë që jo. Ky njeri duhet të qëndrojë në burg ose në arrest shtëpiak, madje edhe i ruajtur me policë. Dhe do e shohim që do ketë. Do ta shohim që do ketë. Jo, unë thjesht doja të kuptoja çfarë ndryshon tani pas këtij vendimi. Nuk ka ndryshuar, ky ta thash. Të gjithë të njëjtën po, ndryshon ndonjë gjë. Pavarësisht Jo thash që latë kuptojnë që çat keqe ka të përfitojnë me këta, nuk ka asgjë keqe të përfitojnë para burgosurit. Ndoshta nuk më dëgjove. Jo, të dëgjova shumë mirë. Po jo, nuk thash tash, nuk do sjell ndonjë gjë të ndryshme sepse ka qenë ligji. Pastaj tash sikur të kishte ndryshime tani. Kjo bëhet sepse ka ndërkombëtarët kanë bërë ankesa dhe kanë ardhur, kanë thënë, nuk keni burgje juve për kaq shumë të dënuar. Lironi dhe ishni ata të paraburgosur, të cilët kanë ndërkombëtar. Jo, është çështje e kapacitetit, jo ka sot. Po është çështje kapaciteti. Ka kapacitet. Është çështje kapaciteti. Problemi është tek trajtimi i qytetarëve. Është çështje proporcionaliteti, mos kërko mas arrest me burg për një person që kapet me 2 gram hashash, dhe të tolerosh një që ka vjedhur 5 milion me kollare. Po, mirë, ato kur ta vërtetosh. Një pjesë janë futur në burg edhe pa u mbyllur hetimi ende. Për shembull Meta u rras në burg, pastaj u desh një vit e gjysmë derisa të mbyllej hetimi. Çështja është që ne duhet të ndajmë. A mund të ketë një vlerësim tjetër për këtë individ? Ndaj disa individëve të politikës, ta thash edhe një herë, nuk ka vepruar drejtësia, ka vepruar ekzekutivi shqiptar. Si, ka futur e burg. Sepse ta kam treguar në këtë studio. Një dit ose jo një dit. Po si ka vepruar ekzekutivi? Ma thuaj pak, i bie që i ka futur ekzekutivin burg këta. 18 orë pas ekzekutimit të vendimit, për Metën? Nga strukturat e posaçme të drejtorisë përgjithshme të policisë, është kërkuar në zyrë të Altin Dumanit ish kreu i policisë shtetit. Është audio e regjistruar debati që kanë bërë ish kreu i Spakut me ish drejtorin e përgjithshëm të policisë. Ka qenë prokurori i çështjes. Po, patjetër. Po domethënë unë flas kush ka bërë debat, jo kush ka dëgjuar. Po. Se po tham kush ka dëgjuar, pastaj nxjerrim edhe burimet e informacionit. Është bërë një debat shumë i ashpër, pse është bërë në atë vend, pse nuk është pritur që të vinë oficerët e BKH-s, të cilët kishin të drejtën për të bërë ekzekutimin e vendimit, por vetëm kur kanë shoqëruar ish presidentin e Republikës në drejtoritë policisë Tiranës, atëhere kanë shkuar 2 oficerët e BKH-s. Pra debati është bërë mbi vendin, formën dhe kohën e ekzekutimit, sepse ata e kishin në ndjekje nga Morina deri në Tiranë. Ai nuk po shkonte për t'u arratis, po vinte për në shtëpi ose ishte konferencë për shtypte. Për selit partisë. Shkonte për në seli. Po pakanësi ka. Po ikte. Prokurorët kanë menduar që arrestimi të bëhet në rrugë për shkak se po të bëhej në selinë e LSI-s, do kishte rëmuja sepse kishte informacione, unë kam thënë, këtu herë kam thënë, kishte informacione që njerëz pranë Metës ishin të armatosur. Shiko. Pak rëndësi ka. Jo, s'ka pak rëndësi, kjo ka shumë rëndësi sepse justifikon një veprim. Sepse kështu e gjykuan. Po pse nuk e bën? Që në rrugë e gjetën të papërgatitur, nuk po flas për formën. Pse nuk e bën në Pse nuk e bën në autostradën Morin-Tiranë? Atje në autostradë, ku nuk kishte kamera dhe nuk kishte publicita. Dhe nuk kishte... Tani, unë nuk mendoj ke këtë teoritë që është bërë që të ngrihet kjo gjënaja, jo, nuk e besoj që është kjo. Pse u filmua? E ka filmuar një grua rastisht. Po pse nuk i dhanë... Ka qenë një grua që punonte në një godinë dhe ka filmuar rastisht. Sa filmime ka ju ngjarje? Xhiro bëhet më njëherë, sepse mjafton polisi mua. Sa pozicione e ka bërë një grua, sa pozicione filmimesh kemi të ngjarjes së Metës? Unë kam parë vetëm një. Lutem ka 3. Ka 3. Mbaje mend dhe do flasim. Jo, vetëm një kemi parë në fakt. Problemi qëndron përse u bë dhe përse nuk ju dha vendimi te xhami. Kam një vendim. Gjykate. Po, pse u përdor ajo mënyra që përdor mënyra e rrëmbimit. Pra, forma e ekzekutimit është banditeske, është e diktuar
për ta zhburruar, për ta diskredituar. Joana, nëse nuk do ketë një fuqi prapavepruese, po themi te Velia, i Meta e tjerë, po të zyrtarët e tjerë të lartë që i ka SPAK në nënhetim edhe që mund të marrin një masë, si do ndikojë kjo? A e frenon punën e SPAK-ut apo jo? Tani që të kuptojmë edhe një herë, për efekt të caktimit të masës, masat ke subjektet që kanë mbaruar punë nuk ka se çfarë të ketë efekt ky vendimi, sepse masat janë caktuar. Pavarësisht kësaj, për ata që janë në gjykatë që kërkojnë rivlerësim masë. Që janë rivlerësimi masës bëhet çdo 2 muaj. Kur je në hetim, kur je në gjykim, që ti të kërkosh zëvendësimin e një mase që është caktuar. Meta është në gjykim, Berisha është në gjykim, nuk vlen më. Edhe Velia është në gjykim. Janë në gjykim, që ti të kërkosh të ndryshoj masa, ty duhet të ndryshoj një rrethan që nuk lidhet më me, duhet të jetë diçka e re. Pra s'vlen më për këta. Duhet të jetë diçka e re. Ka filluar diçka e re. Tani e kuptova. E ka argumentuar, ka thonë argumentoje. Deri tani për këto e ka argumentuar. Për efekt të standardit, ne duhet të ndajmë dhe është e rëndësishme ta kuptojmë ndarjen. Ndëshkushmëri nuk do të thotë masa sigurimit. Ndëshkushmëri do të thotë që ti të dënosh një person me vendim të formës prerë, pra që dikujt ti provohet fajësia për atë që akuzohet. Dhe nuk ka në logjikën time asnjë nga këto subjekte, eventualisht nuk ka pas nevojë pse të rri mas sigurimi arrest në burg, se ka pas masa të tjera që mund ta garantonin atë që është nevoja e sigurisë së timit. Pra ti ndëshkon dhe ajo që ne kemi pasur problematik, nuk është se ndonjë një vit ai arrest në burg apo arrest në shtëpi dhe pastaj dënohet nga korrupsion, dënohet për shpërdorim detyre dhe ti ke realizuar qëllimin tënd. Pra ti garantimi apo problematika që ka pasur Shqipëria dhe ato për cilën u krijuan strukturat e posaçme, lidhet me ndëshkushmërinë e personave që konsiderohen pa ndëshkushëm. Po jo me futjen e masës sigurimit arrest në burg. Kjo është e jona, se ju keni Sarkozyn, keni subjekte tjera, sa doni. Që nuk është përdorur pak për t'i spektakolarizuar. Po s'është ky problemi sa. Kjo është problem, s'është problem 13 vepra penale? Jo, 13 thash. Sarkozia nuk akuzohet për 13. Unë nuk them që akuzohet për 13 apo për 23. Sigurisht që është problem. Po se ka çuar njëri në burg, direkt siç ka ndodhur ajo që po them unë është që ne kemi, mirë apo keq, ne kemi prezumimin e pafajësisë. Edhe për 33 vepra penale të dyshohesh apo të akuzohesh, ti prezumohesh i pafajshëm. Nëse ti garanton që qëndron, që nuk ikën, që nuk ka rrezikshmëri, dhe këtë ka thënë dhe gjykata e lartë që rrezikshmëria thotë nuk është vetëm nga vepra thotë tashmë. Por duhet të arsyetohet konkretisht lidhur vepra me personin dhe ti thua vërtet se ky personi që dyshohet se ka bërë këtë veprë. Unë shikoj se një sfidë shumë të madhe për avokatët, por nuk ja qej hallin këtyre zyrtarëve tanë se kanë aq para, se paguajnë dhe dhomat jashtë me avokatie. Edhe këtë duan të marrin aty dhe të përfaqësojnë gjoja personazhe me personazhe këtu në Shqipëri. Edhe bëjnë mbrojtjen e tyre nga burgu mirë, ju shkon ushqimi me pako, ju shkon vera, ju shkon uji, madje se kanë dhe frikë që të marrin ato që i vjen aty. Mund ndërtohet dhe burgje private. Kështu që, po burgje private ka qenë ajo teoria për të bërë. Po pra, është diskutuar një ditë re dhe ndaluan. Kështu që e shikoj si këtë vendimin e sotëm, le ta themi që mund të jetë edhe sfidë, jo vetëm për avokatin në Shqipëri, që do t'i bëj gjykatës me pjesën e lërave proceduriale, ta thash, është çështje logjike. Ka që ka ndryshuar. Logjika, asgjë më tepër. Sfida është për gjykatën vetëm, s'është për tjerë. Është më shumë për gjykatën sfida se sa për avokatët. Po pse ta thash pra që gjykata duhet ta arsyetojnë vendimin, ta arsyetojnë. Po unë mendoj që ata që janë atje, që japin vendimin në formës prerë, gjykata e lartë, se s'po shkoj drejt gjykata kushtetuese, kanë aq përvojë sa mos bie në këto lloj graske, këto lloj. Do të thellohen në leximin e relacionit të prokurorit, që do të çojë prokurorit për të kërkuar masën e sigurisë. Për faktin sepse avokati e tha me të drejtë, nuk ka të bëjë vetëm rrezikshmëria e veprës, ka të bëjë rrezikshmëria e subjektit të veprës penale, të individit. Ka të bëjë me rrethanat në cilën ndodhem. Dhe po keni parë, dhe unë prandaj thash, duhet përshëndetur si iniciativë, por momenti kur e zgjodhi Sadushi për ta bërë këtë, ishte një moment delikat kur po të ronditeshin themelet e ekzekutivit. Dhe atëre kërkuan që SPAK-ut e përdorën. T'ja vendosin të kufirin të thana, ato nuk ja vendosin dot, për faktin se një prokuror tani do të tregohet më i kujdesshëm për kompletimin e hetimit, e hetimeve paraprake, para se të shkojë për të kërkuar masën e sigurisë. Mirë, Joana, për ta mbyllur, kur i shohim ne efektet e këtij vendimi?
që tani e tutje, që në ditë e para, apo do duhet pa teorikisht, kodë? vendimi, sepse vendimi është arsyetuar dhe do botohet fletor zyrtare, sepse vendimet unifikuese botohen fletor zyrtare dhe teorikisht pastaj hyn fuqi. Por praktikisht të gjithë gjyqtarët e kanë parë sot se çka ka vendosur gjykata e lartë. Dhe nuk ka nevojë që të presin, po nesër ai që shqyrton një mas sigurimi do duhet të arsyetoj ashtu siç gjykata e lartë ka thënë, ashtu siç kodi thotë, do duhet të zbatoj ligjin. Okej. Po e kemi shembullin më. Nese do dalë për mas sigurie ky banditi që vrau 2 fëmijët. Po pse mund të ketë një diskutim për masa tjera? Po ja, të rasti personin të fjalë nuk besoj. Avokati mund t'i përdori që ka treguar pendes, ka thënë më vrisni, ka thënë nuk doja ta bëja, ka thënë nuk mbaja mend gjë, kam qenë ideur. Këtë arë thanë lehtësuese për avokatin. Po s'janë për mas të sigurime këto. Po pse, nuk thuan në mas sigurimi këto? Po s'ka lidhje ke mas të sigurime. Sigurisht që thuan. Mund të thuan, po nuk dikojnë, se pa tjetër që thuan. Unë them çfarë thot avokati dhe çfarë thot prokurori në salë. Maksimumi këto mund ndikojnë për mos të marrën dënim kapital. Në kuptimin kapital në mas 20 vjet. Te fjala fundit thotë, mbas po, jo për çështje fillimit të gjykimit. Po, të një tjetër, jo të ky rast, se ky është rast makabër dhe ky duhet bëhet shembull ligjor. Por të një rast tjetër kur autori shpreh pendes, të thellë etj, ka kryer edhe veprime që tregojnë pendes që fillim, pastaj mund të ndikojë deri diku edhe sepse ligji thot nga 10 deri 20. Kur ti je të shohim Faik ka një problem. Sapo kishim një prononcim të një inxhinieri me zënë në Shqipëri që thoshte tuneli Llogaras do të shërbej për të strehuar baktit e Dukatët. Se për gjë tjetër nuk vlen ma. Një inxhinier me zënë në Shqipëri. Ndërkohë që kryeministri i Shqipërisë thot do t'i gjeni ato 5 milion eurot e turkut. A inxhinieri shtiu fall apo ishte aty ku ndërtu? Edhe me fall nuk hesim dot. Po tani kur po ta dish se kush inxhinieri ka thënë. Le ta thot kush do, e ka thënë publikisht. Edhe ju jeni oficer. Se nuk do ja bëjmë dot të ekspertizën sot. Po nëse vrasje ndropoi, ti s'mund të thuash që vrasja ishte Faik, lutem shumë. Tani çështja është shiko. Shkon në pojë shifën ngjarjen, bëj analizën dhe konkluzion. Në rast se duhet ta mbyll. Le të na thon. Po jo ta mbyllësh, po në rast se një prokuror do shkojë me materiale të plota. Jo vetëm për ndikim në një anshmëri apo pa anshmëri apo shumë anshmëri të procedurës, së tenderimit, por do të shkojë me materiale tjera që kanë të bëjnë me cilësinë e punimit, preventivin e punimeve, heqjen e disa pjesëve pa ndryshim projekte, pa miratuar. Normalisht këtu nuk kemi të bëjmë më me lapsus, kemi të bëjmë me ndërhyrje të drejt për drejta për çështje korruptive, se në rast se hiqet një urë, hiqet një gjysmë tuneli, hiqet një lot punimesh dhe dyfishohet ajo. E kuptoj çfarë do të thuash. Tani të shohim Faik se jam me shumë vonesë. Unë jam inxhinier, por edhe ashtu siç ka thënë inxhinieri nuk e vlerësoj dot. Unë kam kaluar në kohën që ka qenë edhe përfitoja pak nga e rëndësishme është me siguri që të ka pëlqyer më shumë se Kalimati. Këtij vendimit pra do ndryshoj gjë në praktikë apo vetëm teorisht është ajo ana. Jo, shpresoj që do ndryshojë praktikë. Mirë, gjithë avokatët shpresojnë. Që do ndryshojë. Do ta shohim dhe ne. Faik, shumë faleminderit që ishe sot me mua, zëra Qeleshi, shumë faleminderit, Anduena të falenderoj, Shemsi, shumë faleminderit, bashkë takohemi nesër, natën e mirë.